Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi udhëtim, si që shikoni, mbase keni parë dhe nga titulli, mbase keni parë në Instagram, nuk e di. Se di se qa do kem bërë më vonë, se asgjë s'kam bërë deri tani. Asgjë s'kam postuar deri tani, por nisemi për në Greqi. Do ikim si fillim në Korfu, o zot na eci mbar rruga. Dhe po nxitoj sepse duhet të arri dhe doganën hapur, sepse andej nga kalojmë për t'ikur për në Korfu mbyllet shpejt, edhe të arrim dhe tragetin. Dhe nesër do më thënë do jemi në Korfu gjatë ditës, pastaj në darkë do nisemi për Athinë, dhe në Athinë do rrim vetëm disa orë dhe do kthehemi me kismet Zotit. Të na shkoj çdo gjë mirë, të na shkoj rruga mirë si fillim. Edhe kaq, do jem me Elin. Do dhëtoj me Elin, doni besoj se do na presin në Saran, sepse nuk kam prokur për makinën, për të kaluar makinën në Greqi. Kështu që do të tyrohet Doni të dalin në Saran dhe pastaj nga Saranda të ikim në Korfu bashkë me Donin të tre. Stres, sepse nuk kam fare kohë dhe jemi shumë full me porosit këto kohë të saudeza. Në duhet, nuk e di. Edhe nuk e di pse sa herë që bëj vlog unë jam kështu, me nxitim, duke gjithmonë jam me nxitim. Në fakt gjithmonë kur udhëtoj jam me nxitim, sepse kam shumë gjëra që duhet legati këtu para se të iki. Kaq njerëz. Po pres Elin sepse ka vajtë të blej një fish për makinë për të karikuar telefonat. Po nisemi të dyja vetë për në Greqi dhe nuk i dihet do na duhet bateri për telefon. Normal që si njeri që harroj shumë që jam unë, do iki me GPS, me Google Maps, kështu që sa vjetë e bëj këtë rrugë njerëz dhe prap më duhet të eci me Google Maps. Gjete? Ne, hukshi. Hello. Di që bëri 20 lek kjo? Sa bëri? 20 lek. E si në teti, a vashtë do bëj shumë teti? Inshallah ben njërë. Ikëm, mu direkt njërë. A nisemi po, provoje se nuk i diet. Kam arruar se si mbajt kamera. A bën fokus këtu kjo të ty? Ndaluam si fillim, mori Eli disa gjëra për të ngrënë, se kam ngrënë vetëm një banane në mëngjes. Ora të mbjetës, nuk është është vonë, po? Më hajet. Na mori në një sandwich. Dhe nisemi. Nuk është sandwich, kjo është buk. Oh? Ndaluam për të blerë një oran soda, një Lays, edhe një Magnum. edhe e milolli i fije tani me të thënë drejtën. Marova në mesi, po vdes në mesi. Si gjithmonë. Nuk jam e për udhëtime. Nuk jam fare me për udhëtime, po më kam shumë mesi. Kam shumë. Unë dikur këto oran sodat nuk i preferoja fare. Këto ma. Së më pëlqenin fare. Tani këto kohët e fundit, sidomos për rrugë, më pëlqen shumë t'i marrë. Mam, pse tu eci me pas 7 jetë? Nuk jam shpejt, po duket se janë kthesa. Don. Më në fund arritëm në Igumenic. Dhe u takua me Doni në Sarand, më ka zënë koka tani, përveç mesit më zuri dhe koka. Dhe erdhëm këtu që të marrim tragetin dhe t'ikim në Korfuz. Nuk e di qa ore ka. Doni tha, mbas e ka tani, unë uroj të ketë mbas gjysore se duhet marrë një kafe të Mikelim, ka marrë malle për kafe nga Mikel, kështu që po u futëm tani direkt, nuk do arrit që ta marrë kafen, që është jashtë portit, se Doni na futi direkt në port. Po pati pak më vonë, po më duket se ka tani se po vjen me vrap Doni, kështu që Gjella pa kafe Mikeli. Dhe do të merja një klap sandwich. Kim ta shita lë makinën ati fare.
Ku, do e lështo? Diku atje, se merë. Se merë? Është plot? Po. Kur qare ka? 8 e gjysëm. 8 e gjysëm? Tash ka 7 e gjysëm që ikën. Ha? Po, kam halë se mos të navaj që i nojnë tarë këtu mo. Pse mos e qenë tarë këtu? Po ti parkoje jashtë më mirë. Po ta parkoj për një qerekore më të që. Shikoj jashtë më ndoni. Po, a ki qef me marrë me veti ti më vapë? Po ti ikit të orës 8 më lëtë. Po pra me ikit në orës 8? Hajde po foto mirë. Desha të rregulloj dhe atë grambolinën më. Po atje ti me rregull që me rregull, me ka sa vete ke? Kur do rregullosh grambolinën? Po të shtëpia më do ta rregulloj. Ah, okay. O do na thuaj një përshëndetje, mos e kam. Si e kalove? Si e kalove, po. Prit të pres njëra në amoni atje. Do të ikni ju para pasaj të vijun më vonë. Plote, e shikon që të thash. Donte zotria këtu që të futeshe në orën 7:30, që ne në 7:25 erdhëm dhe këtu ka plot turista që kanë 25. pranesh. 10 erdhe. He? Edhe 10 erdhe. E 10 erdhëm? Ne, se është plot, që të bëj? Po, si që po që ka me bo? Me zorë nuk të fusim. S'me herdi radha dhe në anomoni. Tani do marim kafe dhe më thënë? Do një kafe të E duaj një kafe. Në orën 8 e gjysmë. 8 e gjysmë për një orë. Hajtë se pim një kafe. Hajde me gudis. Ke ngrënë buk ti? Qa? Sa mirë. Makarona. Me qa? Do i marrë shkë në vete? Kemi qëndruar jashtë dhe nga pish herë. Do një bezi preta i peshku që po i Bernardi. Të mio. Sa po arritëm. Mund të ketë rregulluar Agelo kamerën, por nuk e ka rregulluar mirë sepse si natën shisa keq dukemi, por edhe ditën kur ka diell nuk dukemi mirë. Kështu që nuk e di me këtë kamerë. Nuk e di. Hello, nga dita tjetër. Përshëndetje! Përshëndetje. Jani, unë do të fus në punë sot. Do më rregullosh kamerën, se shiko sa të bardhë na nxjerr. Si jemi kaq të bardhë? Shisi na nxjerr? Unë jam një zisje. Po pra, po shikon sa keq na nxjerr. Titika, përshëndetje! Përshëndetje. Si je? Mirë, juve si jeni? Mirë, dhe ne. Do ikim në plazh, se ju thash se mbasditën ne do ikim, kështu që ne erdhëm vetëm për disa orë. Do shkojmë të përcëllojmë pak në plazh dhe pastaj do nisemi për Athinë. Do ikim për Athinë. Hello, Jani! Hello, Jani. Hello. Tama pa disi. Amo mane. Kur shikon terasa të reja, e kam bërë unë. Se është e jona, jo? Eleni? Ja ta le këtë! Kur jam në qofte të mëlla. Grivëm. Kur i tapsën, mos e da. Ky janë. Kur i ankrë më gjithë plot. Ikëm me nxitim, ka që kish
përshim vizitën tonë në Korfuz. Nga plazhet, a dini ju, as jemi larg fare. Jemi direkt me Krip. Vetëm jemi ndruar oqëm atë kostum në plazhet e kemi të tjerët i lam në plazh, ne ikëm pak më përpara sepse kemi rrugë për të bërë dhe të paktën të arrim të flejm pak gjumë sepse nesër kemi punë me dyqanin për furnizimin, kështu që u nisëm, ishim në traket, tani zbritëm dhe jemi rrugës për në Amfin. Ili është të rjerja ka fut gjumit më duket dhe unë me doni këtu. E nga dhe një kolore që mbarova edhe këto këtu që i mori Ili, kokoshka me gjallë. Do doja të rria më shumë dhe më vinte i natë se sot vinte Joana dhe nuk arrita që ta atakoja. Sot në dark vinte Joana nga Kipro dhe nuk arrita që ta atakoja. Por uroj që të gjej gjatë verës ndonjë kështu tiki prapë të paktën sikur për një ditë siç e bëra këtë radhë. Çik më gjatë. Më gjatë thua? Të vi pak më gjatë thua? Ja një ditore, po 3 ditore. Okej, po në dyqan kur do rri? Ja, është Eli. Po ideja është që jemi të dyja. Nice. Do shohim. Ikim tani se kemi punë për të bërë natë. A arrim Zakarun tonë? Ha? Me Ilin themi, a arrim Zakarun? Adventin Zakaru? Jo me po e... Betoj që sa arrim. Sa? Mbyllet në orën 12 natë. 11 ta? 12 mbyllet. Se di. Ora tani për shembull është sa është ora tani? 8:30. 8:30. 8:30, po. Paka shumë kismet kur arrim. Pra arrim Zakarun, pra. Zakaruja është ai vendi që ka marrë një argësi me Elin. Si tip burger, mund të themi. Nuk e di se si t'ja u shpjegoj. Ja u kemi treguar më duket vjetë, që kemi marrë për herë të parë kur u hap. Po nese, po arritëm që të marrim, do ja u tregoj dhe sot. Po i gjetëm hapur. Për ndryshe, do hapë sufllaqe nga Vana do. Sushi në Athin? Po, dhe sushi. Se jo sushi? Eli, ke drejt sushi me gjithmonë. Unë që them që s'ka sushi në Shkodër, s'ka sushi në Shkodër, po shkoj në Athin se s'marim, ke drejt. Shofi për. Nesë, të arrim një kismet. Pse? Se e bjullaj më të shpejt. Erdhëm në shtëpi, arritëm, u futa direkt për një banjo, porositëm shumë vonë, fakt ora 1 natës, erdhi porosia. T'ju tregoj se qa është ajo porosia që u thash që do merrnim? Pidona. Një sekund. Kamerën kot e mora me vete, kot kam bërë disa pjesë me kamerën sepse përsëri nuk është se punon, na ndjer shumë të bardhë, kështu që u detyrova, edhe prandaj nuk kam bërë vlog në plazh, sepse po merresha për ta rregulluar, por nuk u rregullua. Eli, t'i hapun këto? Agilo rregullovi sa për të bërë foto në ambiente të brendshme. Kjo është e imja. Apo, se ke pa që da. Edhe të janë të mija. Se ti do t'jash gjitha këto? Që ka? U kanë thjedhë dhe Saris. E tregove li? Që sa të mja duke. Ja. Ja provoj një tani. Azhja? Ja vlen? Janë dikë që i dua. Janë shumë dikëse? Edhe nuk janë shtrenjë të le. Ja. Fare shtrenjë. Për zotin.
Ajta mirë duke tallur apo? Duke tallur për qa? Sabato 28 Ιουνίου, το Βορρή, 21 years, Bolivar Birthday Party, with Mestiza, προπόληση εισιτηρίων. Καλώς ήρθατε και φέτος θα στοίχημα 20 ευρώ περίποπερ και να το γλυκάσουν 2.000 παιχνίξεις κάθε μέρα. Ne mbaruam me koleksionin e Angelit, ku ju ulet kësaj. Edhe u nisëm direkt për në, domethënë, ne në Shqipëri dhe doni për në Korfuz, do ta lëm donit në Saran dhe ne do vazhdojmë për në Shkodër. Zot, jemi shumë të lodhur, ikëm direkt, s'kemi arrit bëjmë asgjë as për të ngrënë, kështu që morëm te kjo Bread Factory që ndalëm dherës tjetër. Eli mori makarona, janë gjë ato, Eli? Me pesto. Me pesto? Tash e kuqe më. Po kanë qenë me pesto. Të pëlqejnë? Si të zgjeli. Dhe këtu ne morëm këto Dubai biskotat, këtu. Do të provosh tani? Jo, do hajnë. A do hash? Qa tjetër morëm? Sa i pëlqejnë këtu gjërat e faka, nuk e kuptoj. Ka marrë të këtu që si buke thate dhe ka diku si djafë. Okej, ta japë? Ka marrë dy nga ato. Një është me djathë, një është me salam. Edhe një buk me ullinë. Ka marrë dhe me ullinë. Unë tani, ka marrë dhe një gjë tjetër. Edhe këtë këtu që është me Philadelphia. Që duket e mirë do. Edhe qëta tjetër për mua? Këtë i ka marrë Dona. Tani, fillojmë të shohim se që ka marrë Eli. Eli ka marrë makarona, na ka marrë uria me sa duket, makarona sallat të ftohta. Dhe ka marrë dhe këtë këtu që është me çokoladë, Eli. Kurse Hello, file. Dhe tani që mbaroi videon telefonatën, të tregoj dhe unë se çfarë mora për vete. Unë mora këtë sanduiçin kështu me një shpule, djavë, domate, majonezë, gjëra të tjera. Dhe ka çfarë të morën gjë tjetër. Edhe shishe ujë, morën një pije, jo, morën dhe Coca-Colën. A morën ti valla? Jo, nuk e mora. Ishte një që Ujë me akull mora se. Ujë me akull. Ishte një që shkruante atje Xinogalo. Domethënë qumësht si të përkthej, i afët, që ngjason me dhallën, por në shije nuk është se kujton, ne dhallën e kemi shumë të mirë, ta s'din ta pe, kështu që nuk e mora. Më kishte vajt mendja për dhallë, po unë dua dhallë, siç është, siç duhet. Nuk ishte, nuk ke ku gjen këtu. E dini që kam parë, doni, është një tiktokere shqiptare këtu që jeton në Greqi. Edhe këtu ka shumë shqiptarë që kanë hapur biznese me byrek shqiptar, me trileqe, me gjëra si në Shqipëri, me kurabie dhe gjëra kështu. Edhe kishte gjetë një vend që shisin edhe byrek si në Shqipëri këtu në Athinë, edhe dhallë, po, që e sillnin nga Shqipëria dhe shisnin këtu.
Kështu që kush jeton këtu në Greqi dhe ka marrë malli për këtu në Athinë, ka marrë malli për gjëra kështu tradicionale shqiptare, keni ku gjeni këtu. Vendi nuk e mbaj mend se nuk e dia e tha, po diku në Athinë. Tani është ChatGPT-a që ja u gjen gjitha, kështu që shkruani atje, pyesni ChatGPT-n ku mund të gjeni gjëra shqiptare këtu në Athinë, ushqime dhe ju thot. Ti provojmë tani? Kur ti provojmë do ju themi për shtëpinë tonë. Harrova t'ju them, Makarnat janë shumë të mira. në fillim berenaze. Ja, tani janë shumë të mira. Që nga të mira, okay. Harrova t'ju them, koleksioni i Angelit është perl, me zipres të vinë gjërat, me zipres. Uroj mos na i vënojnë. Sa i mirë ki juj. Tallet me mua. Humor. Humor. Tallet se ju tregoj unë gjërat që bej dhe i provoj dhe ja u them. Këtë tallet me mua tani Fash, i mirë, shumë. Ka shumë njerëz në fakt që i bëjnë dallime te uji. Te uji po e bëj dallimin. Edhe ti. Vetëm zakuri më pëlqen. Edhe në Shqipëri vetëm lajthiza Po. këto, nese. Unë pi ujë të jetë, nuk e kam problem për firmat fare. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, unë nuk dalloj. Ujë të ftohtë, dua dhe asgjë tjetër, nuk shikoj unë qa firme është. Kjo ky është ujë më i mirë, ky është më kështu, ky është më ashtu. Mua njësoj më duken gjitha. Do aqua prandaj. Qa do lët? Do aqua. Jo, ujë që bën 15.000 lekë ujë. Jo, unë nuk di diferencën e asnjë nga këto marka, për zotin. Nuk e ndjej, gjitha njësoj më duken. Ujë qezme Shkodre më shijon më shumë se çdo gjë. Na qezma, se ne në Shkodre pim. Na qezma, po. Që s'është firmë fare, na qezma. Po lidhje moj firme, se nuk po ikim mas firme, është te uji. Po pra di, si ca thonë që ky ujë është me i embël, ky është me i rënd, ky të fryn, ky s'të fryn. Bëhet makarona, po. Bravo. Nese, unë nuk bëj dallim. Unë di çdo lloj uji tjetë. Kurse doni këtu për shembull do vetëm këtu, Zagori, dhe në Shqipëri do vetëm lajthizën. Lajthizën. Që dhe për lajthizën kanë të ca gjëra, po nese. Ti prapa te do. Nese. Do t'i provosh të tani se jam kurioze. Atë. Do provoj një sandviç. Unë këto nuk i ha. Këto biskotat. Por do të këto makarona shumë të mira. Kisha marrë një tjetër. Shumë e mirë. Është më dik. Është e mirë? Që bëj një zero. Do të them vetëm një gjë që moron për vete. Vetëm një gjë mora. Dhe duke qenë se kam të bërë një palë sandale, se kam heq nga kemët që kur i kam blerë ato që kam. Mora këto shapkat këtu. Bëni mi be shapkat që mora. Mora të Zara. Dhe ishin shumë të lehta, shumë të rehatshme. Dhe nuk e di, po i kam shumë praktike shapkat, shumë se sandalet. Ti e që është i vesh kur janë sandale, kurse shapkat i vesh direkt, kemën dhe i duhe i ujë. Është i tregoj njerë para se t'i vesh, se duhet i vesh direkt. Jemi në ditën tjetër, kemi arritur në Shkodër, arritëm vonë. Kam qenë e vdekur për gjumë, kështu që kam bërë vetëm një banjo, kam
larë fytyrën dhe kam bërë skincare dhe kam fjetë direkt, kam qenë, do më thënë direkt. Jam shtrirë, por nuk është të më dhuri gjumi direkt. Jemi lo dhe më kishte zënë mesi, nuk e di, edhe kur vajtëm, edhe kur u kthyem, gjatë qëndrimit në timon, më zuri një dhimbje mesi që nuk e kini iden. Tha se do ngelem këshu. E keni parasysh kur put mish që të zajo dhimbja? Kolona është, nuk e di, pleqëria, nuk e di. Po gjithsesi kisha shumë dhimbje dhe mezi prisja të shtriesha. Dhe këte e kam më shumë kur ri vetëm në një vend, do më thënë vetëm kur po vinim në Athina deri në Saran që lash donin, që isha pasagjer, duke qenë se lëvizja nuk është se më dhimbte shumë. Do më thënë nuk është se e ndjeja. Në momenti që mora unë makinën nga Saranda deri në Shkodër, mbarova nga mesi, sepse isha vetëm në një vend duke ngarë makinën, mbarova nga mesi. Tani po iki te puna, por si fillim po pres që të vi fugoni që na sjell gjërat e Inxhillit. Kisha idenë se do vinin më para dhe thash o bobo, prandaj dola nga shtëpia me nxitim, thash që mos më presin. Por tani jam duke I pritur unë. Po pres për pak arrin të marr furnizimin, se si do të çoj pesh nuk e di, të fus në makinë dhe t'i çoj në dyqan. Harrova t'ju them, se e di që do filloni do më shkruani Odezi pse nuk bëret më shumë vlog në Korfuz, nuk është se pat shumë gjëra. Ideja është se vajta dhe qëndrova shumë pak. Kisha kopa I parë gjithë njerëzit, kur vajta qëndruan pak, hengrëm, bërë muhabet dhe harrova fare të hap kamerën, të them të drejtën, duke qenë se kisha shumë kopa I parë. Pastaj ditën tjetër unë nisëm për plazh dhe problemi I kamerës që e dalloni dhe tani sa e bardh dukem. E dalloni problemin e kamerës, shikoni sa e bardh dukem. Dhe u mundova që të rregulloja kamerën duke u munduar gjatë qëndrimit në plazh, se nuk është se qëndruam shumë në plazh. Kalovi ora, nuk më shkovi mendja ta hap përsëri kamerën, sepse mundosha ta rregulloja, vetëm çka kam filmuar me telefon. Dhe pastaj u nisëm me nxitim për Athinë, sepse siç e pat e vajtëm këto 2-3 ditë kemi qenë më shumë rrugëve se sa në një vend. Dhe nuk arrita të bëja shumë vlog në Korfuz, por uroj të gjej mundësinë që të shkoj përsëri. Dhe të ri pak më gjallë, pak të ri një 2 ditë, që të bëj tamam vlog siç I keni qef ju kur shkoj në Korfuz, me të gjithë njerëzit, edhe kështu. Fillova unë tani të flas, mbyllet goja se jam duke pritur fukonin që na sill gjërat. Edhe në Athinë nuk arrita të shikoja as Ritën, as Anulin, as Dajen, as njerin nuk arrita të shikoja. Doja më ngeli merak se nuk pash Dajen edhe Anin, se tjerët mund të shikoj edhe herë tjetër, po të gjithë mund të shikoj herë tjetër, po se Dajen doja ta shikoja edhe të ta takoja edhe Anulin, se më ka marrë malli, por nuk arrita, nuk ishim kohë të shkonim mas në shtëpi, do më thënë dhe shtëpinë e kemi lënë kështu. Mirë që vlodha pak para dite, në mëngjes kur u zgjuam, dhe u nisëm direkt pasaj për koleksionin e Angels, na vajti shumë vonë, e prisja, jo siç e prisja, do më thënë, kishim llogaritur në ora 12:00 maksimumit kemi mbaruar, kemi nisur për Shqipëri, por u nisëm vonë, pak a shumë në orën 3:30-4 më duket se u nisëm, kështu që kishim gjitha rrugë për të bërë, plus që nxitoja që të lija doni në Sarand, edhe të vinim ne për Shkodër, nuk arrita të takoja nesër. Si që thash, uroj herës tjetër kur shkoj si në Korfuz, si në Athinë, të qëndroj pak më shumë, dhe të takoj dhe gjithë njerëzit.
E di kam humbur gjithë ditën, por kam gjithë ditën që merrem me këtë fustanin këtu. Do me thënë, nuk kam gjithë ditën, por kam gjithë javën që merrem me këtë fustan. Më kam mbetur pak akoma, jemi në rrugë të mirë. Ndërkohë, bej këte, më falni tani, nuk di, thoni ju pasaj pse stresohem kot. Bej këtu prerje, dhe ndërkohë pres të nxehet hekuri që të hekuros veshjet e Angelit. Do me thënë, deri tani dhe po e hekurosja, por tani mbusha më ujë dhe pres të nxehet hekuri. Dhe nuk di që të bëj më para. Dua veshjet e Angelit të hekuros dhe të bëj rilsat, sepse kemi sjell super duper koleksion dhe dua që të rregulloj dyqanin, sado vonë që të shkoj, kismet zotit dua t'i mbaroj sot. Ndoshta nuk arrit t'i bëj rilsat sot, por të paktën t'i mbaroj, t'i hekuros të gjitha, do t'i hekuros të gjitha, do bëj kombinimet, dua të mbaroj dhe me këtë, por ndoshta vazhdoj nesër dhe kam për të bërë dhe një prerje të një kostumi që duhet ta le gati që ta qepin vajzat në mëngjes. Kam për të bërë dhe dalga, petale. Nuk e di se qa do arrit bëj nga këto, por do mundohem. Dhe, qa doja t'ju thoja? Qa doja t'ju thoja, po? Qa gjitha në dyqan sot që erdha. Shikoni, Ilia, ke pa buqetën? E kam pa. Më kanë sjell buqet me lule. Tullim pak zërin. Më kanë ardhur bobosa skandal, më tregon kamera, duhet me patjetër të gjej person që të më rregulloj kamerën. Shikoni pak. Më kishin ardhur të lulet, këtë diçka nuk kisha unë. Nga një vajzë që më ndjek në YouTube dhe në Instagram dhe thot suksese dhe arritje pat gjithmonë në jetën tënde, nga Melisa. Melisa, faleminderit shumë dhe më vjen shumë keq që nuk isha këtu kur ke sjell lulet dhe kur ke ardhur që të më takosh. E di, më duket sikur do hap dyqan me lule, aq shumë lule më janë mbledhur këtu. Vërtet faleminderit pafund të gjithëve që vini, edhe që më takoni, por edhe ju që keni sjell lulet, më keni lumturuar pafund. Tani do vazhdoj punën, o bobosa skandal më tregon. Kamera duhet me patjetër të rregulloj. Po vazhdo në Eli hekurin, unë do ulem të ha, vajti ora, sa vajti ora? 10 i darkës, s'kam vajt fare në shtëpi, tani do ulem të ha. Erdhi dhe Akelo, vajti na mori porosin. Am ve 2 fish, s'ka gjë. Dhe tani të ulem të ha. Më vajti Akelo që më mori porosin. Salmon. Jam lodhë. Mirë që engra një tos në mëgjes dhe një akullore që mori Eli. Dhe s'kam ngrën gjë tjetër. Tani ula. Të ha. Tani ula në përgjithësi. Ta hap këtë ti fik. Ja, fiki. Jo atje. Keni mjull të tjetëri. Po ne. U hikë dhe lartë sa baba. Mirë mëngjesi, Angels nga dita tjetër. Duhet iki në punë, sepse sot kemi për të bërë rilsat. Dijem shumë e lodhur, kemi ardhur dje në orën 12:30 të natës, më duket.
qenë mëngjes, që vajta. Këto ditë kanë qenë shumë të lodhshme dhe do jenë akoma më të lodhshme sepse kam për të bërë ato kombinimet e Angelit, e sistemova dyqanin, thjesht kam për të bërë fotot, videot për Instagramin të Angelit. Pastaj kam për të marrë me fustanin e Elit. Ai fustani që keni parë kaq ditë që merrem vazhdimisht. Këtu se keni parë harrova, po e keni parë me siguri në Instagram, sepse kam filluar bëj çdo ditë vlog, kështu që shkoni më ndiqni dhe në Instagram, ju lutem, shkoni më ndiqni në Instagram, Daisy _ Angel, sepse bëj çdo ditë vlog dhe ju tregoj çdo ditë, jo vlog si këtu, normal, se ju të YouTube-it e dini, ju tregoj çdo gjë, vlog i gjatë, me shpjegime, më ndryshe, atje imagjinoni del një vlog 1 minutë gjatë gjithë ditës, por arrini të kuptoni përditshmërinë time. Dhe ju që keni parë ato vlogje që bëj në Instagram, e keni parë që po merrem jo një javë, kam 10 ditë, mos më, nuk mbaj mend fiks, që merrem me një fustan që ju tregoja vazhdimisht. Ai fustani është i Elit dhe është bërë i gjithi me dorë. I gjithi, handmade. Më handmade se ai fustan nuk ka. Duke qenë se është komplet me gura shumë të imta. Janë si gura, si ruaza, si t'ja u shpjegoj, dhe nuk mund të kaloj në makinë, dhe do shumë kujdes që ta qepësh, më fliet. Pra do shumë kujdes që të realizohet ai fustan. Jemi në rrugë të mirë, le të themi, kanë metur gjëra akoma, kështu që duhet të vazhdoj. Është mbrëmja maturës e Elit, janë kombinimet e Angelit. Pra kam ditë shumë të ngarkuar, kam edhe disa porosi që duhet t'i pres, që t'ja lë vajzave gati. Kam për të edituar këtë video, nuk e di kur do gjej kohë dhe kur do ta shikoni. Se di, kemi disa ditë të ngarkuara. Jam e lodhur. Kam nevojë, e dini për çfarë kam nevojë? Kam nevojë vetëm për pak gjumë dhe gjumë tamam, domethënë, jo të fle 4-5 orë. Dhe edhe të shplodhem, të ulem, e kam të nevojshme. Por dua që uroj t'i dali Elit fustani ashtu si që e kemi imagjinuar, t'i pëlqej dhe të shkoj çdo gjë mirë. Kjo ka rëndësi. Tani ne do shihemi në videon e radhës, shkoni dhe në Instagram si që thash, sepse atje jam shumë aktive, dhe mos harroni ju lutem të bëni subscribe, sepse kështu më ndihmoni dhe mua dhe më motivoni të bëj sa më shumë video. Dhe ne do shihemi në videon e radhës, komentoni, chatoni. Pashim Angels.